ku edhe ka një djali i saj tashmë i cili. Ajo thotë se nuk e ka dashur të ta sjellë në jetë të mbes shtatzanit, të bëjë një fëmijë dhe këtë e ka bërë pa dëshirën e saj. Ajo pretendon se kur i ka pas 14 vjetë, zotëri Selajdin bashkë me disa persona të tjere kanë kalu ilegalisht në për kufirin Kosovë-Shqipëri dhe e kanë martu pra me dhunë në Kosovë. A e keni bërë të zotëri Selajdin? Absolut, kjo është e pavërtet. Historia fillon qysh para dikon 6 vjetë, më shumë se 6 vite, saksisht në Kuks, të një afërt familjes, të cilët ishim edhe misafir gjatë luftës në Kosovë, ishte familja e njohshme, ajo ishte familjare të tyre, aty filloi njohja dhe dashuria më të. Pra, gjithçka është bërë me dëshirën e saj, nuk është paguar asnjëherë para, sepse ne kemi shumë të njohur këtë që burrat shqiptar blejnë gra në Absolut, kjo është një shpifje, kjo është një trondisje për familjen temër, diçka absurde që nuk mundem me përballu ne si familje dhe na për shkak se shoqërisë, kjo që e poshtë gjë ishte pa dëgjuar. Ju thani se gjithçka ka filluar me njohje dhe dashuri. Përveç respektit se na nga një fshat malor, përveç respektit që po është me misit ose një shenjë respekti, e doja edhe në familje saj ishëm për në kafe, dyqënër, edhe kjo është shenjë respekti, jo diçka që ka të bëjmë me... Po, dhurata, normalisht. Po, realisht, ju po e të regoni se si kanë filluar lidhja ju. Por kur filloj shkëputja, si filluar të ndashin nga njëri tjetër, çfarë ndodhi realisht? Dhe është e vërtet që fëmiu ka ardhur në jetë pa dëshirën e saj? Absolut s'është e vërtet kjo. Kjo është një gjë shumë... Por kur filluan problemet e para? Atëherë, problemet filluan kur... Kjo thot 17 vjetë, unë kam atë dokument, kur ka fillu të ginekologu me bërë kontrolën, fillova që kuptu që kjo është ma pak se 17 vjetë me dokumentet, kurse në realitet, kjo tash mbush 24, jetë në për 25. Edhe kur erë në jetë djali, ishte shumë familje e shëndosh, shumë familje e do më njërë komunikuse, pas një vitit filluan probleme. Problemet filluan marrëdhënia e saj, u kyç as shumë sa që ajo s'më ki pana në vetë gjithë shka. Edhe aty filloj të dalë gjithë shka. Pa nënën? Po, pa nënën, nëna asaj filloj gjithë shka të janë atë keqen. Po ku jeton të nëna asaj? Ku jetonit ju, si shef? Ne jetonim në Fushë Kosovë. Në Fushë Kosovë, po familja asaj? Në Kalis, ko është komune Kukësit. Dhe si arriti, me çfarë pretendime, thani se nëna asaj u adëmtoi lidhjen juve? Po, i kam po mesazhet edhe viki shpesh, viki pa... Vishko e shishëm që viki me njerëz pa njohshëm, edhe unë e kuptova që kjo është familje... Çfarë mesazhesh më fal? Po, gjithçka mesazh do të vijë dhe era fundit që më ka marrë, kur ka ikë, në fakt, ish bashkuar dhe ka ikë 3 herë. 3 herë? 3 herë ka ikë. Dhe e keni kthy 2 herë? Ishte djali, ishte pyetje djali. Dhe ka një rast në fakt që kishte ndodhur në Fushë Kosovë mbase para një viti, kur një foshnje u la e vetme në një banesë. Po nuk ka bëjmë me rastin tuaj apo është tjetër gjë? Unë kam lajmëruar në prokurori, kam lajmëruar. Herën e dytë unë i kam përcjell me vëmendje të gjitha që ka thonë. Duke përfshirë, unë e kam dhënë në 3 pjesë. Pjesën e parë ka të bëjë me moshën, pjesën e dytë kestrajtime, abuzime, rroje. Dhe vojnë shtoj ko po, edhe e tretën una e djalit, që unë absolut kinë se si pasaj nuk kom lënë me adhonë ose me komunikua se t'i shka. Unë i kam mesazhe, kam fakte që le që jo më ofru me mbështet, për dhe gjitha ato që ja kanë bënë tash për momente që gjindët për shkopi, me njerës, me shoshtin e soj, me atë punë e vetë që ja bënë jotë mjë se cilit i për veti, ja më që le mja dërgu atje. Po me mbështet fikcionarisht, ose Fushë Kosovë me tu, ose atje. E kuptoj, sepse natyrisht nuk duhet kthehen tek nita që natyrisht e gjykon këtë situatë pa emocione. Përveç që nuk kam marrë këtë mbështetje saj, unë kam pasur kërcënime. Nga kush? Njerëz të saj, pjellazë saj, të cilat i kam adresuar policisë. Pse të kërcënuan? Çka kanë thënë? Pse ata mbasi kanë arsye për këtë? Në fakt dëshë me marrë djalin edhe një farë mënyrë, me marrë lek, me marrë parë, apo kupton. Po ku është djali sot? Djali është me mua. Djali është shënosh e mirë, djali është përgjegjësin tema maksimale. Po pse si ofron nanës? Djali ka nevojë për nanën. Patjetër. Po nuk do të thotë që non veç me lind. Non do thotë me rrit, me zhvillu, me shkollu. Kjo është quhet non. Nuk do thotë non që vetëm unë përbëj edhe kjo ka përfundu. Ju lutem. Non do thotë deri ditën e fundit.
djalin duhesh, po kanë afër. Deri ditën e fundit, jo veç me vonë, nuk quhet non kjo. Prandaj, ju lutem gjonave negative, mos jeni mbështetje. Non është ajo që është afër djalit vet, non është ajo që çon shkollë, e rrit, e zhvillon, e edukon. Po kush u kujdes deri tash për të? Kush u kujdes që nga lindja e tij deri tash për të? Shumicën e kohës unë. Shumicën e kohës. Ndoshta është e pabesueshme, po unë kam arrit edhe pampersat më janë ndërru. Kam arrit gjithçka. Të voni kam qenë tuajse në 24 orë. Tani që sa periudhë kohore te kujdesesh për djalin? Të voni tash dikon afër 14 muaj unë jam në përkujdesën time. Nita, pse ka të ndaluar zonja të vinë Kosovë? Zonja, si pas informacioneve të policisë, ajo po dyshohet se akuzohet për 2 vepra cilat i ka kry, është braktisja e fëmijës edhe kanosja e bashkëshortit. Ajo nuk e ka të lejuar të hynë Kosovë për shkak që është në kërkim policisë. Mirë po, ajo në bazë të bisedës së djeshme, është në gjendje të heqë dorë nga djali, pra është në gjendje të ja jap në shkrimin e kujdesarisë, zotri Selajdim, për shkak që pretendon edhe ajo se kjo arrin të kujdeset më mirë, po është e pamundur për shkak që ajo nuk mundet me ardhë në Kosovë dhe me ofru në shkrimin. Përveç që kanë edhe disa probleme bashkëshortore, pra si që janë kërcënimet, shantazhet, ajo akuzohet po ashtu që i ka kur është largu prej aty e ka marrë edhe një pjesë të madhe të arit cilin ja kanë blej kur është... Në fakt veçore, po shumë sene